Rikthehemi të nderuar televizikues, do të flasim për zhvillimet politike në vend. Siç e thash edhe pak më herët, bashkëthemeluesi i subjektit politik Djathtas 1912, zoti Engerida Alibeaj, është me mua në studio. Alibeaj, si gjithnjë kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Herën e fundit që ishim së bashku, u ndalet tek një temë faktikisht që the Rama po i çel rrugën vetes për të shkuar drejt presidencës. Tashmë kemi disa komisione që po bëhen negociata me Partinë Demokratike, reforma zgjedhore territoriale dhe mundësia e ndryshimit të formës sistemit me 2 dhoma, edhe parlament edhe senat dhe ulje e numrit të parlamentit. I qëndron se një tezë që po i çelin rrugën njëri tjetrit për të shkuar drejt presidencës? Nuk e kisha hamendësim. Herën e fundit kur e thash këtë, thjesht nga një analizë e thjesht e ngjarjeve që kishin ndodhur. Dhe tjetra edhe të motivit. Po nis nga kjo e fundit. Se ka një motiv që do duhet të ketë një ndryshim kushtetues dhe për më tepër të ketë edhe një centralizim edhe më të madh të pushtetit. Po është trajektoria e regjimeve hibride siç ka krijuar Rama. Eksperienca botërore këtë tregon në të shkuarën. Procesi, shtjella e përqendrimit të pushtetit, shndrrimi në një autoritarizëm deri dhe ekstrem, të çon pikërisht në këtë eskalimin e çfarë do lloj ndryshimi të mundshëm për të qenë gjithmonë i vetëm, i pasfiduar, mundësisht asfiksues për çfarë do lloj alternative tjetër. Dhe ky motiv është ende sot. E ka treguar në 12 vite, 13 vite Rama, edhe edukimi politik i tij, në fakt i tillë është. Faktet e para 1 apo 2 muajsh, këtë tregonin janë ekzistuese dhe sot. Ta rigujtojmë, ishte fjala e parë me të cilën Edi Rama në 11 shtator, në hapje të legjislaturës, prezantimin e qasjes vet në asamblenë e Partisë Socialiste, fjala e parë ishte kjo. Të zvoglojmë numrin e deputetëve. Në fakt, kushdo me 2 parë mend e kupton që nuk ka qenë ndonjëherë problem numri i shtuar i deputetëve, vetëse kjo ishte një alibi që tregonte vullnetin e qartë të tij për të futur duart në kushtetutë. Dhe nuk kaloi shumë kohë, e mbajti Ison Sali Berisha. Ata e din tashmë, i kanë numrat. E mendon se kanë një lloj komunikimi në distancë? Çështje të menduarit, është çështje bindje tashmë që legjislaturën e kaluar i bën provat gjenerale, qoftë me kodin zgjedhor, qoftë me amnistin penale, pra treguan fare mirë që s'kan asnjë cip morale për të bashkuar votat, jo në interes të publikut shqiptar. Sigurisht, shtysa është ajo që do duhet lexuar, pra cila është kjo shtysë që i çon të bashkohen. Është i qartë tashmë që raporti konfliktual që kanë me drejtësinë, si njëri, si tjetri, deri dhe personal, përveç se faktit që enturazhi i tyre ka, është më se mjaftueshme që t'i çojë në këtë lloj bashkëpunimi me synimin e vetëm, me disa synime. E para, asfikso çfarë do lloj mundësie që të sfidohen nga flukse të reja politike, dhe me një kosto, të paktën nga ana e Sali Berishës. Duke pranuar që nuk e mund do të Ramën, i mjaftohet të jetë thjesht dhe vetëm në opozit, i nevojshëm, ndonjëherë i dobishëm për Ramën, për të gjitha këto të ashtu quajturat reforma. I kjo ishte e para. Fakti tjetër që kishte ndodhur në atë kohë, ishte që 2 nga iniciativat më të rëndësishme, shtetformuese, reforma zgjedhore dhe reforma territoriale, çuditërisht u ndërmorën nga mazhoranca. Është e natyrshme që një opozit që del nga një proces ku dërmua, gjëja e parë që shkon në mendje është që minimalisht të rregullojmë ca rregulla loje të padrejta. Jo, deri më sot, jo vetëm që iniciativën e mori Rama dhe këta i shkuan nga pas, por nuk kam dëgjuar a ka një platformë, a ka një ide, përse shkojnë aty, a ka në një aftësi apo mundësi për ta kondicionuar në interesin e publikut
dhe jo interesin e tyre personal. Dhe treta dhe reforma territoriale, sot më duket, do ketë edhe një mbledhje të parë të reformës territoriale. Ju keni qenë bashkëkryetar për reformën zgjedhore. Ekzistonin atëherë, ekzistonin sot dhe është më se... Çfarë do ndryshoj për reformën zgjedhore? Domethënë, pse nuk u kalua kur ju ishit bashkëkryetar reformën zgjedhore? Çfarë ndodhi dhe sot çfarë pritet të ndryshoj? Se një herë thoni kemi hapur listat, pastaj thonë si kemi hapur listat, pastaj kemi hapur me 1/3. Çfarë ka ndodhur? S'ka asgjë për të fshehur në atë kohë, duke qenë se kemi isha personazh në vetë të parë. Kërkesat e Ramës ishin të thjeshta. Çfarë kërkon? Pranoj historinë e Shqipëria një zonë, votim numërim elektronik po të doni ju, e merat, sa kërkesat të cilat një farë mënyre balanconin deformimin e ndodhur në 2020-ën, por dua primin. Çfarë është primi? Që do të thotë, partia e parë merr dhe një sasi mandatesh shtesë, edhe pse nuk i ka të themi 50% të mandateve në parlament. Në qoftë se partia e parë merr 40%, partia e dytë 30%, e merr partitë e tjera, ky është sistemi grek. Kjo partia e parë, për të bërë qeverin, i duhet gjysma e mandate, minimalisht gjysma e mandateve në parlament. Dhe në mënyrë parazitare, po e quaj, i jepen edhe një numër, një kuotë mandatesh në parlament. Ç'është problem ka kjo atë? Kjo kishte një problem shumë të madh, sepse një parti e cila mund të jetë vërtet e para, por nuk e ka marrë shumicën e vendeve në parlament, nuk bën dot qeverinë. Për tepër do ishte një deformim i madh i përfaqësimit të qytetarëve në parlament. Kjo nuk u pranua nga ana ime në atë kohë. Ju e rikujtoni, besoj edhe publiku juaj e rikujton, që në prit ishte grupi Sali Berishës, i cili tha, po, nuk e japim këta, e japim ne. Nëse kujtoni ju, do më kam thonë shpesh herë, sistemi që kemi sot ne e ka primin brenda. E ka një prim të fshehur, po, kemi biseduar disa herë të. Janë ato mandati i fundit në çdo qark, janë 12 mandate, dhe rezultati një me të majtë të tregoj. Partia Socialiste, Edi Rama, u votua nga shqiptarët, me gjithë vjedhjet, terrorin, patronazhistët, parat, mori 52% të votave të shqiptarëve. Logjikisht do duhet kishte 52% të 140 është parlament. Diku ke 74, 75. Ka 83. Ka marrë 9 mandate të pamerituara. Po pse është dhe kaq matematik çështja e zgjedhjeve, domethënë ajo fryma që ne shohim shpesh herë, fushata që bëhet, është kaq matematik që dilet aty dhe thot kaq vota, primi fshehur etj. Sa matematik është çështja e zgjedhjeve? Ose diskutimi për kodin zgjedhor? Duhet të jetë. Për sa kohë që kemi si standard kushtetues që vota duhet të jetë e drejtë, dhe kjo përcakton edhe matematicitetin e zgjedhjeve, dhe vetë sistemi i demokracisë mbi këtë është zgjidhur, mbi forcën reale të partive politike në parlament. Ndryshe do të jetë e gjymtuar. Ndryshe nuk e demokraci, ndryshe nuk e as pluralizëm po të doni ju. Kështu që ky deformim i rënd që i ka ndodhur, do kthehemi në diskutimin e parshëm, që dua ta mbaroj, tatë Sali Berishës ishin të gatshëm që po, primin që e fitove në 2020-ën, duke hequr edhe koalicionet, ne nuk bëjmë asgjë, ti na jep vetëm një gjë. Vullën e Partisë Demokratike dhe pjesa tjetër pastaj është histori. Kaq të përullur ishin sa edhe një standard minimal që në 2020-ën u trumbetua listat e hapura, dhe atëherë ju mbani mend kishte një hapësirë për listat e hapura me një barazh që ishte 10.000 voç hersi, e mbyllën akoma më tepër, duke vendosur 30% e listës sipër të mbyllur, dhe sot praktikisht, që mos e bëj shumë të vështirë në aspektin matematikor, nga 120 deputet, diku ke 100 janë të listës mbyllur, dhe vetëm 40 vinë nga sistemi i listave të hapura. Pra, që ka ndodhë? Shumë e thjeshtë. Rama, me drejt s'po them gjatë, po në pragmatizmin banal shqiptar, pranon çfarëdo lloj përfitimi
çfarë do lloj rritje të pushtetit të vet, edhe pse i pa legjitimuar në publik. Siç thash, ka paktën 9 mandate, më tepër se çfarë i takon. Por dhe Sali Berisha mjafton të jetë aty, në opozit, të përjetshme, i pa aft, për të pasur një platformë minimumi, një ide, një frymëzim, lëre forcën për të mundur qeverin, dhe synimi vetëm është si të shkatroj çfarë do lloj sfidanti tjetër që për vendin e dytë. Pra, shise sa banale është, mas banaliteti është degraduar Republika e Shqiptarëve, me thënë drejtë. Me qartë. Na është bashkuar edhe kolegu Mariglen Kume. Mariglen, si që tha edhe zoti Alibej, faktikisht, beson se ka një lloj komunikimi mes Berishës dhe Ramës, dhe beson se me të vërtet PD-ja e zoti Berisha e mori vulën sepse i la Ramës primin, si tha zoti Alibej, dhe i la atë marrëveshje që ai kërkonte. Që të ketë një komunikim midis të dyve, këtë nuk e besoj, që të ashtu, por shpeshherë i konvergojnë interesat. Dhe unë jam me zotin Alibej në pjesën që tha, unë ma ekskluzivitetin e njishit, dhe ti ma në ekskluzivitetin e dyshit. Askush nuk, dhe me atë që duhet, ose përflitet të bëhet, askush nga partitë e reja nuk mund të futet në parlament. Ose mund të ketë, mos të bëj aq fataliste, mund të ketë më shumë të vështirë se sa e pati në 2025-ën. Dhe po, jam deri diku në atë që tha zoti Alibej, që i gjithë aksioni politik i grupit parlamentar e asaj kohë ku ishte zoti Berisha, ku ishte edhe shumica e deputetëve, u bë deri diku për të marrë vulën e Partisë Demokratike, për të treguar se ata janë shumica, për të treguar se ata janë Partia Demokratike, e tjerë me radhë, përfshirë këtu edhe ndryshimet në kodin zgjedhor që u bën në korrik të 2024-s, që u bën pikërisht për këtë, por këtu ka diçka më vetë që unë besoj që sërish ka pas dakordsi për mënyrën se si u bë se sërish përfituan kryetaret e partive më të mëdha. Po kodi aktual, çfarë po synon? Ndryshimet aktuale. Te kodi aktual, pra kjo është ajo çfarë është diskutuar, se duket sikur ka sikur Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkohen në një ide të ngjashme të përbashkët. Ishte i pari kryeministri Edi Rama, i cili në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste tha që mund të shikojmë mundësinë në këtë mandat për ndryshimin e sistemit dhe të uljes së numrit të deputetëve që zgjidhen në 100 nga 140 apo 101 sa kishin pra ato për llogaritjen e tyre Partia Socialiste, dhe muaj më vonë zoti Berisha, jo më larg se sa një muaj më përpara, tha që Partia Demokratike ka një ide të hershme, parlamentin me 2 dhoma, me senatorët dhe deputetët të cilët zgjidhen drejt për drejt nga qytetarët. Por, ky numër tashmë nuk do t'jetë 140 deputet ata që zgjedhen, por 100 deputet. Dhe sigurisht, kur bie numri i deputetëve, numri i votave të cilat duan për të prodhuar një mandat është shumë më shumë. Edhe përderisa në 2025-ën që ishte në fakt një thyrje barrierës së vendosur më përpara, disa partitë e reja arritën të futeshin në parlament, në 2029 do ta kenë edhe më të vështirë po që të futen në parlament, nëse se këto ndryshimet do të realizohen, do të bëhen. Unë besoj që 2 partitë kryesore do luajnë me retorikën populiste për thënë që nuk ka Shqipëria luksin të paguajnë 140 deputet, jo lek shumë, jo lek pak, që për mendimin tim nuk janë asgjë për të paguar këto, pra pagat e deputetëve, kur vihet në balancë midis, po them, demokracisë deri diku ku ashtu, dhe këtij ekskluziviteti të 2 figurave kryesore të partive kryesore. 100 deputetëve dhe 20-30 senatorëve që i çon në dhomën e dytë. Pra ti thjesht e ul me 2-3 apo 5 deputet numrin e parlamentit. Pikërisht, edhe kjo dëmton, po them, demokracinë në vend, sepse ke ekskluzivitetin e 2 partive kryesore, sepse koalicionet të harrojmë që nuk kthehen më siç kanë qenë më përpara, sepse nuk e bëri zoti Rama për të rikthyer sërish, në 2020 i hoqi ato, dhe do kemi vetëm këto ndryshimet e tjera që sigurisht
penalizojnë këtë formulë. A është cënimi i demokracisë, apo është një praktik politike që e ndjekin kudo në botë? Republikanët dhe demokratët në Amerikë thonë ne e bëjmë gerrymandering gjithkohës, ne e bëjmë reformën gjithkohës. Nuk e kanë këtë lloj të drejtë edhe dy partitë e mëdha këtu në Shqipëri? Që reformat kanë gjithmonë për perfeksionim, këtë nuk e mohon askush. Faktet ndryshojnë, situatat po ashtu, rrethana ndodhin, pra ka gjithmonë nevojë për të perfeksionuar, për ta përsosur. Pyetja është a bëhen në interes publik apo jo? Apo bëhen thjesht në vetë interes deri dhe personal të personazheve? Kjo është ndarja. Nëse bëhen në interesin publik, sigurisht nuk ka asgjë të keqe. Jo që s'ka asgjë të keqe, do duhem promovuar madje. Por për ta identifikuar nëse është për interes publik apo privat të personazheve, mjafton të analizohen procesi se si zhvillohet. Marrim rastin konkret, Komision i Reformës Zgjedhore. Kërcet ideja se përse kërkon Edi Rama majoranca. Fitoi 52%, mori 60% mandateve. Pse do ta ndryshoj? Është shumë rehat. Jo vetëm kaq, por se është arkitekti të pak në 2020-ën, duke ecur pak nga pak, hoqi njërë koalicionet, ka kërkuar më vonë që një farë mënyre të bëjë dhe depolitizimi, po pa futur numërimin dhe votimin elektronik, e me radhë. Dhe së dyti, nga ana opozitës, nuk ka një platformë, ka një ide, nuk janë piketat, or çfarë kërkojnë këta? Kërkojnë të ndryshojnë këtë sistem, apo jo? Duan këta t'i heqin listat e mbyllura? Për një opozitë, do të ishte mirë që listat e hapura, apo një sistem që do të interesonte çfarë do fluksi të vogël në miniatur, pra do të kishte interes të merrte pjesë në zgjedhje, do rriste bazën e pjesëmarrjes. Harroni që një nga defektet më është rrudhja gjithmonë e më tepër e pjesëmarrjes në zgjedhje. Dhe së dyti, të gjente gjithmonë aleat. Një opozitë e sinqertë, kur e sheh veten që e vetme e ka të pamundur të mund një makineri shtetërore, jo një parti politike, por një makineri shtetërore, siç Rama në fakt e ka shndruar betejën elektorale, krijon hapësira dhe mundësi që edhe të tjerë prenj të vegjël të mund të incentivohen, të marrin pjesë dhe të bëhet në këtë mënyrë ai orteku i madh për të përmbysur regjimin. Asnjëra dhe as tjetra. E pra, për këtë arsye, është fare e qartë që ky Komision i Reformës Zgjedhore, kjo iniciativë e bërë dhe në mungesë, pyesim Mariglenin, a din ndonjë gjë se cilat janë platformat respektive, me shumë gjas, nuk di asgjë. Nuk kanë ende. Kjo tregon fare e qartë që e kanë për interesin e tyre personal. Dhe tjetra, tani besoj që kaq detyrim ja kemi për ta bërë publikut, për njohuri pak më të theksuara se sa publiku, mos harrojmë që ka një hall të përbashkët, që është drejtësia. Do vim te ky hall i përbashkët e drejtësia. Nuk kanë asnjë platformë? Nuk kam patjetër që po për çfarë ulen? Thjesht kanë pra dy ide, po themi. Pra ose dy pikë synime të përbashkëta, që nga njëra anë kryeministri Edi Rama forcon pozitën e tij në Partinë Socialiste edhe në pushtet përmes nëse do të arrihet të ulet numri i deputetëve, dhe nga ana tjetër po edhe zoti Berisha mendimin që i bëri në 2024 këtu përfitoi më shumë më tepër Partia Demokratike që atë grup që krijoi me listat e përbëra, me listat hibride, një pjesë të mbyllur dhe një pjesë të hapur, pra aty janë besniket e tij, po themi, që nuk mund t'i dalin zotit Berisha kundër apo nuk mund t'i cenojnë pozitat e tij në Partinë Demokratike dhe në çdo rast edhe e kemi parë tashmë pas zgjedhjeve që të gjithë e vendosin fajin të drejtuesit politik apo të gjithë të tjerë, vetëm tek zoti Berisha nuk e kërkojnë këtë përgjegjësi. Dhe
Kjo është interesi përbashkët për të forcuar pozitat, njëri në qeveri, tjetri në opozit, dhe njëri qeverisjen që nuk macënon, dhe tjetri numrin 2 që nuk macënon, që është ulja e numrit të deputetëve. Këtu shtuar pasaj që mund të kemi po ashtu edhe ndryshim të sistemin, po them ulljen e numrit të rajoneve. Nga 12 qarqi që kemi aktualisht, mund shkojmë përflitet në 4 ose 6 qarqi që do të bëhet. Megjithatë, kjo ka qenë e diskutuar edhe gjatë kohës që ka qenë zoti Ali Bej, bashkëkryetari i komisionit për 2 vite sa ishte periudha e asaj. Nuk është diçka e re. E reja në këtë diskutim, thash, ishte dakordësia në distancë midis të dyja palëve për të ulur numrin e deputetëve përfaqësuesve në parlament. E kuptoj. Ju pak më herët thatë të dy kanë hallë drejtësinë. Zoti Berisha ndodhet për 2 dosje. Në SPAK, shkon dhe pyetet për 21 janarin dhe dosjen Partizani, sheh që edhe Rama do të shkojnë në SPAK? Kushdo që i ndjek nga pak, jo shumë, që nuk ju shton gjithë ditën vëmendje në zhvillime politike, po pak fare, sikur shoh vetëm titujt e edicioneve të lajmeve, kupton që ka një revansh, ka një impuls të ri të sistemit të drejtësisë, SPAK-ut në këtë rast, KH, prokurori dhe gjykat. Dhe kur kupton që njësër deputetësh, ish ministrësh, ish zëvendës ministrësh, zëvendës kryeministrësh, janë nën procedim. Kur kryetari i bashkisë është nën procedim, dhe kur sfundi edhe zëvendës kryeministri janë në detyrë, është nën procedim madje edhe nën mas sigurimi, është e logjikshme për një mendje mesatare të kuptoj që avancimi i drejtësisë po synon majën. Po është kryeministër në detyrë, a shkon SPAK-u do deri tek kryeministri? Janë disa pyetje faktikisht që vlejnë që të bëhen në këtë mes. E kemi parë kur e lë detyrën që mundet shkosh në akuzë. Deri tani, po. Mund shkosh në detyrë kryeministër në akuzë në SPAK? Por unë mund të them që përgjigjja është në 2 rrafshe. E para në rrafshin juridik. Kjo do të ishte përgjigjja e parë. Si juristi spikatur, po. Asnjë pengesë juridike, asnjë pengesë juridike që të filloj hetimi, të merret nën procedim, të merret si person hetim, t'i atribuohet, t'i jepet akuza, të merret madje edhe masat e sigurimit, siç ka që u marr për zëvendës kryeministrin minimumi. Masat më të rënda, arrest në burg, arrest në shtëpi, ato merren pastaj me leje, merren, por me leje të kuvendit. Pra, nuk ka asnjë lloj pengese deri te hetimi pas së shkojmë. Kemi përjetuar këto zhvillimet nga para 3-4 viteve deri më sot. Ka ndodhur goxha thyrje tabush edhe në psikozën publike. Se mendonte kush para 3-4 vitesh. Se mendonin as këta në 2016 kur e votuan reformën në drejtësi me 140 madje dhe me mendonin se do t'ishte siç kishte ndodhur këtu e 30 viteve. Bëjmë sikur dhe se drejtësia nuk do të gjente kurajon profesionale për të ecur para. Ja pra që ka ndodhur. Ka ndodhur që sistemi i ri i drejtësisë pas ka gjetur forcën, dhe unë nuk e mohoj që kjo forcë mbron edhe nga mbështetja që partnerët ndërkombëtar amerikan dhe europian i kanë dhënë SPAK-ut. Një demokraci e pak kultivuar siç është kjo jona ka nevojë edhe për këto mbështetje deri diku artificiale nga jashtë, për sa kohë që janë proporcionale dhe shkojnë drejt interesit publik. Ja pra kemi arritur në këtë pikë që jo vetëm mund të synohet posti i kryeministrit, por se siç unë e shoh, dhe këtu janë subjektiv, siç unë e shoh, sistemi korruptiv, metastazat e korrupsionit në këtë vend dhe të krimit organizuar janë shtrirë kaq shumë saqë unë mendoj që pragu i fortë i kalimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian do të kalohet vetëm në qoftë se do të ndodh një proces i marrjes nën hetim e pastaj masat e tjera është çështje që i zgjidh SPAK-u sipas zgjedhjes së vet, edhe të postit më të lartë qeveritar. Që është kryeministri. Që ka ndodhur në Kroaci në 2003.
Ka ndodhur në Rumani me Viktor Ponton. Pra është një ushtrim që ka ndodhur në vëndet tjera dhe sot si Kroacia dhe Rumania janë atje ku janë, ku duam të shkojmë edhe ne, pse jo të mos jetë e njëjta gjë. E shoh që kjo është trajektoria. E nuhasin edhe këta, ndaj edhe janë duke bashkëpunuar duke vendosur pengesa. Do i rikthehemi kësaj. E sheh Mariglen që vajtja jonë në BE apo hapi i fundit për të hyrë në Bashkimin Evropian është Rama në SPAK? Jo, ky nuk është kushti. Por Rumania, Kroacia, thot zoti Ali Beaj, kanë ndjekur të njëjtën trajektore. Nuk besoj se kanë të njëjtën këndvështrim, si që kanë qenë, do më thënë, këndvështrimi ose opinioni i europianëve për lideret e atyre vende që ju referu, zoti Ali Beaj edhe për kryeministrin e Shqipërisë, shoh që pozitat e kryeministrit të pakën me Bashkimin Evropian janë shumë komode dhe kanë shihet si një lider pro-perëndimor, nuk shoh që të ketë shumë akuza në këtë aspekt. A mund të shkoj SPAK-u tek kryeministri? Besoj që me integritetin dhe kurajon që ka treguar deri më tani, mund shkoj, por thash në atë çfarë shoh unë, mund shkoj vetëm deri në hetim, sepse pastaj për masa apo për masa shtrënguese apo me radhë siç mund të jenë procedurat, nuk besoj që të arrijë deri aty. Por që mund të ketë një hetim, ligji ja lejon, kurajon e kanë treguar, edhe unë jam në të njëjtin mendim që unë besoj që për Shtetet Bashkuara të Amerikës investimi tek prokuroria e posaçme është investimi më serioz që ata i qëndrojnë dhe kanë përshtypjen do të vijojnë të qëndrojnë edhe në vijim. Pavarësisht se mund kemi, po themi, ndryshim të fokusit ose të targetit që ata kanë, siç evidentohet deri më tani. Në administratën e kaluar ka qenë fokusit kryesisht të korrupsioni në nivelet e larta, ndërkohë që shoh me presidentin Trump në Shtetet Bashkuara, fokusi është më kryesisht të krimi organizuar dhe unë besoj që kjo lloj linje do të reflektohet edhe në Shqipëri pastaj në vijim. E kuptoj. Mariglen, çfarë po ndodh aktualisht? Po kemi parë zëra kundër Byllykbashit. Pse po flasin kundër tij? Po sepse mua më duken kot këto për shembull, këto zëra, sepse unë besoj që zoti Byllykbashi nuk ka shprehur ose nuk ka përfaqësuar idet e veta në atë komision apo në atë grup pune si u bë në Korrik. Pse idet e kujt përfaqëson? Idet e kryetarit të Partisë Demokratike. Pra thjesht ka reflektuar direksionet që ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike dhe aty ka qenë si një njeri i cili patjetër ka njohurinë e duhur për çështjet zgjedhore dhe nuk do lejonte për shembull në një makinacion ose ndonjë kleçk në një detaj që mund të vendoste bashkëkryetari tjetër Damian Gjiknuri përtej marrëveshjes që ata kanë pasur në parim për të ruajtur pozitat e tyre me listën e Britit, se patjetër ishte një marrëveshje e tyre që i ka interesuar që të dyja palëve, nuk ka këtu që dikush ja ka fut tjetrit. Ajo ndodhi vetëm në 2020 kur u hoqën koalicionet që nuk ishte dakord Partia Demokratike, po dhe atëherë kam dyshimet e mia sepse sigurisht Partia Demokratike ndeti shumë indiferente deri në momentin që shkoi që të gjithë mediat flisnin për një draft i cili qarkullon të përheqjen e koalicioneve, që të gjithë raportonin, bënin emisione me debat për këtë gjë, ndërkohë opozita heshte me gjoja pretendimin se do i qëndrojnë Partia Socialiste, do i qëndrojnë marrëveshjes të firmosur në prani edhe të ambasadores së kohës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të zonjës Kim. Por Partia Socialiste e kishte bërë qartë atë orientimin e saj përmes atyre patericave që Partia Demokratike solli duke djegur mandatet në atë kohën në 2019 dhe erdhen të tjerë dhe me votat e atyre që erdhen nga listat e mëposhtme u miratu ndryshimi i kodit zgjedhor. Nuk besoj në rastet e tjera ku
Partia Demokratike të ketë patur një disfat, po themi, të pa kontrolluar ose të pa vetëdijshme. Ka qenë e vetëdijshme në gjitha të çfarë ka ndodhur. E qartë. E besoni këtë zoti Alibeju, keni qenë dhe kryetari PD se njihni mirë politikën dhe strukturën e saj, nga që nuk kritikojnë dot Berishën, i bien Bylyk Bashit. Po është fare e qartë. Është e qartë? Shumë e qartë për këdo. Dakord me atë që thotë Marikleni, Gjiknuri qonë aty porositë e Ramës. Bylyk Bashi qonë porositë e Berishës. Fare e thjeshtë. Se që mund të fusin në gjithë vogël nga xhepi, edhe kjo ndodhë. Ndaj, e shoh realisht kudo, jo vetëm në këtë segment. Nuk e kam dëgjuar se kush shan një e mbron tjetrit, kam përshtypjen tek PD-ja tani gjithë shajnë secilin. Po, ka kryesisht deputetët të cilët kanë qenë në listat të hapura në, ose kandidatët që kanë qenë në listat të hapura në 2025, kanë qenë kundër zotit Bylyk Bashi, sepse ky ka qenë drejtuesi. Ajo se me drejtë thua, është që në atë parti, si kur më parë, jo se më përpare, ka qenë historia rozë, si që thuhet, ka humbur nervi të qenit parti politike, aq pak demokratike, ku zëri i lirë dëgjohet, respektohet, ku vendimet merren në mënyrë kolegjale, ku konsultohen të gjithë, thjesht e vetëm, ka një zët të vetëm autoritar, si është ai i Sali Berishës. Dhe vuajtja e të gjithë këtyre zërave që qortojnë deri diku nivelet më poshtë, tregon pikërisht këtë gjë. Një parti që po vdes. Një parti që nuk ka më shpresë. Bëj një sqarim, kur them parti, bëhet fjalë për ata 50-40 vjet atje. Sepse pjesa tjetër e demokratëve apo dhe antiqeveritarëve, që janë edhe më gjerë se sa kaq, pra forca në publik antiqeveritare është goxha e madhe. Këta 50-40 veta e kanë ndarë mendjen që do ruajnë postet e tyre, me çfarë do lloj kushti, me çfarë do lloj sakrifice, me çfarë do lloj flirti, pa u interesuar fare se ç'është ndodh poshtë. Po a e duan këtë lloj situate, apo kushtëzohen të jenë në këtë lloj situate? Janë kapur institucionet e brendshme? E duan këtë lloj situate. Se po mos e donin, do ndryshonin. E duan, jo vetëm e duan, por dhe kanë promovuar amoraliteti politik i të gjithë individëve që janë aty, nga i dyti deri tek i fundit, se i pari dihet tashmë, është më e qartë. Njerëz të cilët kanë treguar që karrierë politike konsiderojnë çfarë do lloj përdredhje të mundshme, çfarë do lloj piruete, thjesht dhe vetëm që të marrin një post në parlament. Dhe pastaj të shohin kur të binë zgjedhjet e tjera me një makinacion tjetër të ruajnë një post tjetër dhe nuk e shohin as pak të mundshme që një parti politike ka nevojë dhe për riciklim elitash. Ka nevojë dhe për një rigjenerim të ofertës së vet politike. Të bësh ndryshim të ofertës politike, domosdoshmërisht kërkon edhe largim të pjesës së vjetër që mban me kosto të shkuarën e një partie dhe prurje në një fluksi tjetër. Besoj duhet të jenë aty, se deri në pikë besoj të kenë shkuar. Megjithëse ditë e fundit kam parë, paktën me ato 2 protesta apo foltore quani si duash, që spika më e rëndë që kjo parti në 35 vite ka njohur, as në 97 nuk ka pasur një gjendje kaq të tillë të mbështetjes militancës vet. Po ndoshta janë të interesuar qytetarë, zoti. Po, që të ndërhyj prandaj edhe del Marta Kosta dhe thot pastaj që pra komisionere për zgjerim dhe thot që zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme, sepse nëse do të ishte të kundërt, sipas saj do të mbusheshin sheshet edhe duhet kishin dalë në demonstrata për ta rrëzuar qeverinë e cila e ka mbajtur me makinacione pushtetin. Prandaj edhe konfirmoj ose jam në të njëjtin ide me zotin Alibeaj që për momentin, Partia Demokratike është në pikjallë, po themi në situatën e saj më të vështirë, nuk ka qenë ndonjëherë më përpara, në aspektin e mbështetjes edhe të besimit. Patjetër do duhet që me kohë të ishte marrë pak
të kishte marrë 2 muaj kohë, po themi, le ta lejonte qeverin, le të bën të dasëm, po themi, në këte, po të ishte marrë me veten e saj të forcoje dhe të krijonte një ekip me kredibilitet dhe më pas të arrinte që të bëjë të rikthej sërish alternativë, sepse kështu po na duket vendi vetëm me një parti. Dhe pjesa tjetër janë pastaj disa mushkonja që e bezdisin edhe arrin të asimilohen shumë shpejt. Zoti Ali Beaj, kur shkon në Kosovë, sheh një lloj demokracie institucionale. Kur shkon në Kosovë, sheh që ka një lloj demokracie, po që ajo harta u ngjyros, dikush fitoi këtu, dikush fitoi atje, etj. Çfarë ndodh në Shqipëri? Në 2008-ën u bëm bashkë Rama me Berishën, ju e keni thënë shpeshherë, ndryshuan të gjithë sistemin. Duan të ulen bashkë të ndryshojnë sistemin. Pse po e bëjnë tani për herë të dytë pas 20 vjetësh? 2 arsye. E para është natyrës politike, dhe tjetra është përsëri e natyrës jo politike, po të raporteve me drejtsinë. Natyrës politike, po, edhe në 11 maj, edhe pse u munduan të mbyllnin sistemin, kur them të mbyllnin sistemin, jo vetëm listat, po të vështirësonin penetrimin e subjekteve të reja, dhe kur them të penetrimin nuk bëhet vetëm me ligj, që një subjekt i ri, të jetë i suksesshëm, i duhen para. Mos e mohoj me këtë. Kjo demokraci që nuk është funksionale, ky sistem zgjedhor që nuk është funksional, është kostoz. Është pamundur, pa një fuqi financiare nga mbrapa, ti të mund t'i shfaqesh publikut. E kanë ngushtuar në aspektin mediatik, dhe një sër edhe në administrim, dinim fare mirë tashme, që votat e shqiptarëve menaxhohen nga duart OTPS-s, OTPD-s, të tjerët nuk kanë. E me gjithë këtë, në 11 maj, sipas opinionit tim, 170.000 s'po fusata të mdoshit, po i konsideroj jo shpirtrat lirë. Po 170.000 shqiptarë votuan për parti të reja, çrën si ka kush dhe sa. 170.000 nuk është pak, është 10%. 10% në një situatë ndoshta jo më të mirën të mundshme. Dhe ndjen rrezikun. Dhe me rrezikuar në këtë rast, me thënë drejtën, është PD-ja, e cila gjithmonë rrudhet, dhe është në rrezikun që këta që vinë nga mbrapa, vendi 3 e 4 mund edhe ta kapërcejnë. Madje shumë shpejt, mund të ndodhte që në 2029 mund të ndodhte. Po jo, më pati një shenjë edhe tani në ato zgjedhjet e 9 nëntorit në Cërrik. Kandidati i Lapajt mori më pak vota se sa i PD-s. Në Vlorë, një kandidat i pavarur mori më pak vota se sa kandidati zyrtar i PD-s. Ky është një rrezik i madh që e ndjejmë. Dhe nëse ndjen PD-ja, të them edhe gjë tjetër që ta mbyll këtë pjesë të argumentit, nëse njëra këmbë e sistemit, që është PD-ja, shkërmoqet edhe këmba tjetër që është ajo e PS-s. E cila ka një problem tjetër më të madh tashmë, të dyja në fakt, kanë raportin me drejtsinë. Dhe duke shkuar ke ideja e bashkëpunimit dhe ndryshimit të sistemit zgjedhor, të mos harrojmë, nuk është vetëm ndryshimi i sistemit zgjedhor, kemi këtë diskutimin pashëm, por është dhe ndryshim kushtetues, dhe ndryshimi kushtetues nuk është vetëm fakti që në mendjen e vetës Mur Rama mund të dojë të shkojë në rolin e presidentit me një republikë gjysmë presidenciale, dhe këta të PD-s të mund të krijojnë mundësisht një senat ku senatorët aty të kenë edhe imunitet penal, por njëkohësisht mund të kenë, dhe ndoshta kjo, për mua kjo është më e kuotuara, që me ndryshimin e strukturës parlamentare të ndryshoj edhe mënyra që parlamenti të interferoj tek emrimet në KLP, në KLG, në gjykatën kushtetuese, e kjo është e gjitha. Që ta mbyll, lufta me SPAK-un është frontale, siç unë e shoh. Ka 2 strategji. O ti shkatron burimin e sulmit, që është SPAK-u, që me sa duket kjo është pak e vështirë, sepse skifterët ndërkombëtarë që rrinë, duket janë ende. To i kanë votat në parlament, bëhen bashkë. Kanë edhe pika të dobta, se mund të nisë një procedim penal
mund të kaloj një akuzë dhe mund të marrë dhe vendim për mas pezullimi edhe të kryeministrit. Pra, strategjia e parë është si SPAK-ut të mund të kryqëzojmë. Duket që kjo është e vështirë në momentin e parë. Strategjia tjetër është, okej, nuk po e sulmojmë SPAK-un, po mbrojmë veten. Si? Sistemi i imuniteteve. Ja, shifni edhe këto ditë në diskutimet mediatike që bëhen për çështjen që është më në zë. Apo dhe kërkesën që kryeministri ka bërë në gjykatën kushtetuese për rastin konkret, pa jo futur themelit. Ajo që ka ngritur në thelb është imuniteti. Imuniteti, ministri thot, ka të njëjtin imunitet si deputetit, dhe përderisa si deputeti ka të njëjtin imunitet, nuk do duhet aplikohet masa e pezullimit për zëvendës kryeministrin do të thotë për. Pra shihni ku arrin? Unë besoj që kjo është më e kuotuara nga 3 drejtimet që do duhen të arrijnë në marrëveshjen me styret. Me glej që ta mbyllim së bashku, siç e tha edhe zoti Alibeaj, duket se çdo strategji është ku klasa politike është përballë në luftë hapur me SPAK-un. E shetë këtë? SPAK-un nuk e prekin, sipas këndvështrimit tim, SPAK-un nuk kanë për ta prekur, por në base imunitetin e vet, por kjo mund të jetë check and balance, kjo mund të hajnë pastaj diskutim në atë çfarë veprohet, se është e gabuar, apo është e drejtë, apo mund të jenë një balancë e ekzekutivi dhe gjyqësori përballë. Uroj të jemi sërish së bashku për diskutuar për një temë kaq të rëndësishme. Sepse një krah thotë Republik Prokurorësh, në krahun tjetër pushtetin duhet ta ketë ai që është i zgjedhur nga qytetarët. Pra është një temë shumë e rëndësishme. Jo, shko, për të gjitha palët, kur ka pushtet të pakufishëm, kur ka shumë pushtet, sigurisht mund të kalohet pastaj në gabime, dashje, pa dashje, për interesa të mira, për interesa okulte, por gjithsesi pushteti i absolut nuk i shërben askujt pa patur check and balance, pa patur barazë. Merglen, kënaqësi të kisha në studio. Zoti Alibeaj, kënaqësi që kisha në studio. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka për këtë hapësirë më të në live bashkë. Mirupafshim.